Kjo e premte 13 marsi ka sjellë një atmosferë të rësishme pranverore në qytetin bregdetar të Vlorës. Temperaturat e buta, dielli fort dhe qielli i kthjellët kanë bërë që shumë qytetarë dhe vizitorë të zgjedhin Bregdetin për të kaluar disa orë relaksi pranë detit. Vetëm një ditë përpara festës tradicionale të ditës së verës, zona e plazhit në Vlorë është frekuentuar nga shumë njerëz të moshave të ndryshme, edhe pse dita e premte është zakonisht një ditë pune dhe jo fundjavë. Prania e qytetarëve në Bregdet ka qenë e dukshme që në orët e para të mëngjesit, duke vijuar edhe me paraditën. Shumë prej tyre kanë zgjedhur të shijojnë rrezet e ngrohta të diellit, duke bërë shëtitje përgjatë vijës bregdetare, ndërsa të tjerë kanë qëndruar pranë detit, duke marrë rrezet dielli, apo edhe duke u larë. Pikërisht, në këtë ditë nuk kanë munguar as më të guximshmit, të cilët kanë vendosur të hyjnë në ujërat e detit jon, duke shfrytëzuar temperaturat relativisht të favorshme për këtë periudhë të vitit. Plazhi është frekuentuar jo vetëm nga qytetarë të Vlorës, por edhe vizitorë që kanë ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, si dhe turistë të huaj që ndodhen këtë ditë në qytetin bregdetar. Shumë prej tyre kanë shprehur kënaqësinë për motin e mirë dhe qetësinë që ofron Bregdeti në këtë periudhë përpara sezonit veror. Atmosfera pranverore ka krijuar një pamje të gjallë përgjatë shëndetores, ku përgjithsisht të rinj, por edhe mosha të tjera kanë shfrytzuar motin për të kaluar kohën në ajër të pastër. Prania e vizitorëve, por edhe shfrytëzimi i hapësirave publike përgjatë Bregdetit tregon edhe njerëz se Vlora mbetet një nga destinacionet e preferuara për të kaluar kohën pranë detit, jo vetëm gjatë verës, por edhe në ditët e para të pranverës. Me afrimin e festës së ditës së verës, shumë qytetarë pritet të zgjedhin sërish ambientet e hapura dhe Bregdetin për të kaluar një pjesë të kohës së lirë, duke shijuar motin e mirë dhe natyrën që po zgjohet gradualisht nga dimri. Nëse temperaturat e buta do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës, pritet që fluksi i vizitorëve në Bregdetin e Vlorës të shtohet.